Mi mbrëma të dashur shqiptar kudo që ndodheni. Shqiptarët e mi kudo që jeni në Evropë, u thuani gjithë globin, sidomos mirëdita shqiptarët e mi në Amerikë. Të dashur shqiptar, sot po flas në mënyrë tamam si kryeministri i Shqipërisë për arsye, sepse erdhi koha dashur shqiptar të themi shqiptarëve realitetin. Të dashur shqiptar kudo që ndodheni. Erdhi koha që shqiptarët të dinë realitetin e 100 vjetëve, që kanë vojtur për 100 vjet, janë vrarë njëri me tjetrin. U vranë, sidomos në luftën e dytë botërore. Të dashur shqiptar, ju shegoni në fotografi 3 persona. Ju shegoni Churchillin, shegoni dhe Stalin. Këta të dy, me i teren lapsit në luftën e dytë botërore, e shkëputën Shqipërinë, e futën në lindje në komunizëm. E muar Kosovën ja dhanë Titos. Të dashur shqiptar, të keqen e kemi patur gjithmonë, me shekull e me shekuj, nga englezët, sidomos nga Franca. Po të dashur shqiptar, nuk është më koha e luftës dytë botërore që urdhonin si Churchilli, englezët dhe Stalini. Po ashtu dhe Franca. Shqiptarët e mi. Erdhi koha e bashkimit. Shqiptarët janë larguar. Për 100 vjet janë coptuar dhe kanë ikur më të 4 anë të botës. Sidomos të dashur shqiptar të vitit 90. Sidomos të datës 2, 3, 4 e 5 që ambasadat u hapën. Ambasadat dashur shqiptar, plani u bë nga Amerika, që të mos vriqe asnjë. Ashtu unë kam ardhur 23 nëntor të vitit 1990, pra shqiptarët e mi. 46 vjet në regjim komunist. 46 vjet në regjim të Serbit, të Miladin Popovićit, të Dushanit. Shqiptarët u vranë. U vra palca e intelektualëve. U vranë nuk gjel me njerëz kultura. Shumë njerëz erdhën nga Amerika për ta bërë Shqipërinë si kohët e sotshme. Por ata i pushkatuan. I futën të gjallë të dashur bashkëdhetar shqiptar, kulturën, intelektualët e Shqipërisë, filozofët e Shqipërisë, palcën e Shqipërisë, fëmijët e tyre, i burgosën, në përkampen të internimit Burrell. Kurse, kalamajt, plejt, plakat, i futën të gjithë në përkampen të internimit. Sidomos, këdetat u këthyen me familjet e intelektualve, nga Malarua, Mushkonjat, qa nuk bën në kampin e Lushnjës. Domos Gjaza, Savrën, Grabihani, Qerma, Pluku. Ashtu dhe në Fierë, shtylla si një nga kampet më kryesore. Të dashur shqiptar, 48 vjet me regjimin komunist. Nuk lanë gjë pa vrarë, nuk lanë gjë pa futur në burg, dhe familjet më të thjeshta arriti dhe kohën e fundit. Sidomos të dashur shqiptar, nuk ishin me për të vrarë, nuk ishin me për të burgosur, e mbaruan racën e intelektualëve, të familjeve të mira, filluan të vrasin vetveten si në kohën e Bekir Ballukut me 74. U vran për çështje karrike të dashur bashkëdhetar shqiptar. Nuk u vran se ishin kundra komunizmit. U vran me grusht në kokë, duke betuar rroft komunizmi. Të dashur shqiptar, Shqipëria ka qenë e rrethuar me gjemba. Shqipëria ishte e gjithë kampi i internimit. Dikush mund të thotë që s'është e vërteta Pilinçi. Unë e kam parë me sytë e mi dashur shqiptar. Unë kam ikë nga tokë e Shqipërisë në moshën 27 vjet, në përkampet e internimit. I njoh gjithë intelektualët. I kam parë me sytë e mi ku vrisin njerëzit. I kam parë me sytë e mi pleq, plaka, i hiqë në zvarr. Pra të dashur shqiptar, për 48 vjet,
e bën Shqipërinë e rrethuan me gjimba. E bën Shqipërinë tamam si një burg të përjetshëm. Dikush mund të thotë që s'është e vërtetë, po të dashur shqiptar. Ne bëjmë një shembull. Nëse një person ishte komunist dhe ishte në qytetin e Shkodrës e do të vinte në Tiranë, nuk lejosh. Nëse do ishte Tiranë, do vinte në Lush, nuk lejosh. Kjo është kufizim, ky ishte burgu i përjetshëm. Nëse ti do të vinte një mik në Tiranë, a herë ti do vinje të kërkonje edhe 1 kile bukë më tepër. Do të thotë, shitja ishte e sigurimit, a herë të vinin më shtëpi të thoshin kush ka erdhur. Të dashur shqiptar, i madh dhe i vogël, punuan për 48 vjet. Çfarë nuk bën? Trashe, ekurudha, fabrika, me gjakun e shqiptarëve. Nuk kishin gjë tjetër bukë thatë. Kishte raste dhe ishte pa bukë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Pinin vetëm ujë. Pra, Shqipëria për 48 vjet. Për 48 vjet e sunduar nga serbët. E më vonë fillovi dhe me Kinën. U prishin edhe Rusin. Vetvetiu të dashur shqiptar, Shqipëria u bë kamp për qëndrimi të gjithë Shqipërinë. Pra, të keqen e kemi nga këto 2 figura e 2 fytyra që janë aty. Nga Stalini dhe nga Churchilli englezë. Të dashur shqiptar, erdhi koha e realitetit. Erdhi koha e 90-s. Pas rënies të murit të Berlinit 89. Domim që Shqipëria të mos prekshe asnjëri. Arsyeja ishte dashur shqiptar. Ne kishim të dhënat 100% para rënies të murit të Berlinit. Në Shqipëri, në çdo fshat, në çdo qytet, në çdo lagje, ishte e garantuar për të vrarë 5-6 veta. Një kapter o një spiun do vriste 4-5 veta. I dimim listat. Mund të vrishin me qindra dhe mijëra njerëz pa hapur lufta, pa hapur rrugët. U detyruan të dashur bashkëdhetar shqiptar, Amerika, nëna e Shqipërisë. U detyrua. Mbas rënies të murit të Berlinit është dërguar letër serioze. Është dërguar ishte sekretari i parë Ramisalia. Ramisalia mori letër, por nuk e hapi për disa kohë, po thuaj për 2-3 javë. Arriti më në fund e bëm në mënyrë që e detyruam që të hapte letër. Ramisalia kërkovi 3 kushte të dashur bashkëdhetar para se të vinte në Amerikë për herë të parë që erdhi. Kërkonte në shtetësinë amerikane. Kërkonte që fëmijët e tij të mos prekshin në asnjë mënyrë. Kërkonte në shtetësinë, siç thash, ne i bëm. Urgjent, thamë jemi dakord, por me kusht të pranonte planin tonë. Plani jonë ishte dashur bashkëdhetar shqiptar, flas plani i Amerikës. Po edhe një nga ata ishte edhe unë. Po thuaj kryesori. Ka qenë dhe president Bushi. Ai që donte Shqipërinë, shqiptari që e donte Shqipërinë të lirë. Ramisalia pranovi, krijovi 5 parti. Mbasi u hapën portat të dashur bashkëdhetar, e kam fjalën për ambasadën, ishën përgati. Nuk u vra absolutisht asnjëri, se çdo gjë ishte në kontroll. Vaporët prisin në Durrës të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ministri i mbrojtjes, ministri i brendshëm, e Kuran Gjisaj, vjen në Amerikë dhe bën pasaportat e gjithë shqiptarëve që ishin për ambasadën. Dashur bashkëdhetar shqiptar, arritën vaporët. Mund ta nxirri të lutem shumë të 90-s. A e shihni dashur bashkëdhetar këtë vapor? A e shihni shqiptarët e mi? Këta janë shqiptarët. A e shihni të zhveshur? A e shihni vapor me bitë e nënës? A e shihni shqiponjat hypur në për vapor? Iknin nga sytë këmbët, kërkonin linjë. Arritën në Itali. Italianët, që thot kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, që dashuron me kryeministren
e rrugaqe të Italisë. U hithin bukë si qenë. Arritën forcat amerikane, të dashur shqiptarë. I larguan italianët. I muar shqiptarët i vesh, i ushqyen, i ndabër për hotelet në të gjithë Romë, Venecia, Napoli, Italisë, Slam, qytet, që i streuam në për hotelet, kam qenë dhe vetë prezent. U hitin Amerika nga $1.000. A ishin i shqiptar, dashur bashkëdhetar shqiptar. A ishin i shqiptar duke nga 20 vjeç. Sot janë gati dhe 6 jetë. Prap shqiptar, të dashur shqiptar. Ju e dini vetë në mërgim. Ju e në Itali. Ju e në Francë në mallkuar. Ju e në Ingliterë. Ju e në kudo e në shpëndar. Nëna Shqipëri u pret. Të dashur shqiptar. Erdhi koha. Erdhi koha e Shqipërisë. Erdhi koha e patriotëve të Shqipërisë. Erdhi koha e Aleksandrit të Madh, të dashur shqiptar. Erdhi koha e Teutës. Erdhi koha të njihet Shqipëria. Shqipëria është nga një vend i pari në botë si në gjuhë. Ashtu dhe 1000 vjetri në botë. Shqipëria, dashur bashkëdhetar shqiptar, ka krijuar botën. Kurse ne shqiptarët tallen me ne. Tallet Franca, tallen Englezët, tallen me ne italianët. Pavarësisht se shqiptarët janë të aftë, punojnë, kanë hapur tregtiret e tyre, po të dashur shqiptarët, vëllezat e shqiponjave, janë mbushur burgjet e Evropës, plot e përplot. Ata janë të rinj tonë. Ajo është rinia jonë, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Lutem, mundet. Pra, të dashur shqiptar, po e flasim me regjizorin, ka ardhur koha e bashkimit të Shqipërisë. Ka ardhur koha që shqiptarët të rikëthehen në ne vetë, të kthehen në Shqiponja, në toka e Aleksandrit, në toka e Teutës, në toka e Skënderbeut që erdhi, mbasi kohë, mbasi u mor peng, erdhi për t'i bashkuar shqiptarët, erdhi për të çliruar vendin e vet. Po të dashur shqiptar, ne kemi 100 vjet. Si thash më parë, regjimi bolshevik na vravi, na coptovi në përburgjet, në përkapje të rendimit, po ja pra ku jemi. Jemi gjallë. Vërtet kemi luftuar, vërtet me tuqin, të gjithë na kanë erdhur paraman, kurriz nuk ja kemi këthyer askujt. Po të dashur shqiptar, ka 35 vjet, jo vetëm kurriz që e kemi këthyer njëri tjetrit, po na kanë hypur në qafë. Kanë ardhur serbët për 35 vjet, grekët e ka fjalën për qeverinë greke, sepse grekët original janë shqiptarë, Arvanitas, janë tonit. Për 35 vjet dashur bashkëdhetar shqiptar, çfarë nuk u bën? Çfarë nuk i bën Shqipërisë? Fillovi lufta. Fillovi programi serb, i përgatitur dhe dashur bashkëdhetar shqiptar, për të eliminuar shqiptarët. Arritën dhe dashur bashkëdhetar shqiptar, filluan me piramidat. Për t'u marrë dhe atë lek që e kishën. Ne shqiptarët e kemi zakon të dashur shqiptar, kërkojmë bosh ke njëri tjetri. E ndihmojmë njëri tjetrin. Jemi një nga raca me zgjuar dhe me bukur në botë. E ndihmojmë lagjen, e ndihmojmë mikun. Por, e hapën piramidat. I suall parat të dashur bashkëdhetar shqiptar nga Serbia. I solli djali i Enverit. Edhe një person që është i vrarë, që e kanë bërë hero, të quajtur PD. I ndanë parat. Shkonin qytet me qytet, fshat me fshat, lagje me lagje, me makineri, hapnin një thesi dhe i thoshin, të mbesojmë shqiptar, sa ke? 5.000 euro. Hidhi që të mbesojmë, do t'japëm 3 herë më tepër.
i mblodh parat e shqiptarëve të emigrimit. Por nuk u kënaqën me kaq. Jo, donin mish, donin djegi, fillovin atestatë. Do të shikonin në atestatën dashur bashkëdhetar shqiptar, luftonin shqiptar me shqiptar. Ka mundësi foton të lutem. A shihni të dashur bashkëdhetar shqiptar, që është e papar. Që është e papar në histori dashur shqiptar, tanket, vrisni shqiptari shqiptar, programi i serbit të dashur shqiptar, programi i grekut. Shikoni shqiptarët nuk dini ku vini. Shikoni të rinjt me mitralos. U bëj qëllimisht nga këto dy parti spiune, nga dy parti bolshevike, por prap nuk u kënaqën me kaq. Nuk u kënaqën me të marrë piramidat, parat. Nuk u kënaqën me të vrarë. Por filluan të dashur bashkëdhetar shqiptar të jepnin naft sërbit që ishte ndaluar, të jepnin naft që të vriste bosnjakët, më në fund kosovarët. Pra, mund të ketë zotnia një piktur me kosovarët kur vinin për në Shqipëri, mund të gjej që nëse ka. Të dashur shqiptar nuk u kënaqën dhe me kaq. Filluan hodhën një bombë atomike në Gërdec. E shikoni dhe vetë të dashur shqiptar tamam si bombë atomike duket flaka. Kjo është e Gërdecit. Vranë fëmijë të dashur bashkëdhetar shqiptar. Vranë fëmijë që ishin pa bukë, të pangopur. Si që kam thënë gjithmonë, 97% edhe sot që flasëm në këtë orë, nuk kanë bukë, nuk kanë ujë. Pagalarët sërb, e kam fjalën për shqip folësit, të dy partit, Berisha në krye, Nanua, Edi Rama, 2 të 3, anti-shqiptarët, që të 3 që e shkatruan Shqipërinë, që s'ka parë një historinë Shqipëria që të vritet njeriu me njerin, lagja me lagjen, qyteti me qyteti, po që të vriten edhe në Gërdec me një bombë atomike, më në krye, ministri mbrojtjes, një Palo Fatmiri, një spion, një shqipfolës, një anti-shqiptar, për 34-5 vjetë, ka të njëjtin parti të quajtur Gjoja Republikane, një person, një parti. Sateliti i Berishës, sateliti i Nanos, sateliti i Edi Ramës. Po përsëri nuk u ngopën të dashur shqiptar. Se vranë fëmijë dhe sot nuk është brëgjyqi, por aman, këto ditë do dënohen jashtëzakonisht rënd. Sepse të dashur bashkëdhetar shqiptar kanë erdhur nëna Amerikë, kanë erdhur të FBI-s, specialista, që do t'i mbarojnë gjithë të burgosur, të gjithë do arrestohen. Pra nuk u ngopën me bombën atomike, por për në një gjë tjetër. Bën 21 janari. E pa parë në historinë e kombit shqiptar. Kryeministri në krye, me ushtarakët shqiptarë, vrisnin shqiptarët, po cilin shqiptarë, kishin ardhur nga rrethet besonin se do të çliroshte Shqipëria nga shqipfolësit. Kishin ardhur pa bukë të dashur shqiptarë. Kishin ardhur të palarë, se s'kishin sapun të lashin. Kishin ardhur pa ujë dashur shqiptarë, se s'kishin para të blinin ujë. Besonin se do ndërrohet qeveria e do vinë të tjerë më të mirë. Nuk e dinin plan shqiptarët e shkretë. Edhe sot që po flasë dhe këtë kohë, nuk e dinin plan realitet se të dyja partit ishin parti anti-shqiptare. U vranë në Gërdec, 4 veta. Shtinte shqiptari mbi shqiptari. Shtinte armiku shqipfolësin mbi shqiptarët fukarenj. Ikën 4 veta
edhe dhjetra të plagosur, po ashtu dhe një gazetar, kërciste mitrolozit të dashur bashkëdhetar, në qoshet të kryeministrisë, vriqin njerëzit, dilin në televizor po atë natë, por do vrismi me dhe më shumë. Pra të dashur bashkëdhetar shqiptar, ata me donin se do të kalonin në shumë. 21 janari, të dashur shqiptar, këto ditë, dosja 21 janari ka përfunduar, dosja naftës ka përfunduar, dosja e 97-ës që u vran 5.000 veta ka përfunduar, e kam fjalë ka përfunduar, është mbyllur gati për të arrestuar e për të shkuar drejt në burg. Shqiptarët e mi, si që thash më parë, ne kemi krijuar qeverinë teknike. E kemi krijuar sepse shqiptarët e duan. Sepse shqiptarët duan që të jenë qeveritarët shërbëtorët e tyre. Sepse shqiptarët duan bashkimin e Shqipërisë me kufi natyror. Sepse ne jemi të coptuar, të dashur shqiptarë. Po si mund të rrim në mes të Evropës? Dardani, Kosova jonë, që kanë qenë patriotë të Shqipërisë, i ka luftuar me shekuj e me shekuj. Unë i quaj krajina jonë, Kosova. Ka luftuar me shekuj e me shekuj me sërbët. E në kohën e Skënderbeut. Po si mund të harrojmë dashur shqiptar princat e Malit të Zi, që kanë luftuar te Uta, e Shkodrës, e Malit të Zi. Po si ne mund të harrojmë Aleksandrin e Madh, që i kemi dokumentat originale, i kemi kapur në Vatikan. Originale me firmën e tij që është shqiptar. Maqedonia, shqiptar ton, me janë. Kosova jon, me janë. Malizi, me janë. Shqiponja në Shqipëri. Të dashur shqiptar duhet ta dini real. Sidomos shqiptarët e Amerikës që po më dëgjoni, që keni mendjen të ktheheni në tokën tuaj, u erdhi dita. Të dashur shqiptar. U erdhi dita për të kthyer, por ta dinë shqiptarët të Malit të Zi, të Maqedonisë, të Kosovës, dhe tokën e djegur të Çamërisë, që s'mund të harrojmë, nga Greqia deri në ulliqet e Vlorës, duke vrarë. Ashtu si që njau të dashur bashkëdhetar me 99-ës kosovarët, duke vrarë sërbët, Karvani në të borë, duke vrarë të njëjtën si grekët që i vrisin me bajanet. Edhe sot varret në Kosovë nuk i din ku janë koskat e tyre. Po kush e ka fajin? E ka fajin tirania dashur shqiptar. Për 83 vjet, 48 vjet me regjim bolshevik, 35 vjet me regjim shqipfol Hajdut, ta janë ata që kanë ndaluar Shqipërinë me kufi natyror. Janë këta të dashur bashkëdhetar që i kanë lënë minjan si jetim zojt e Shqiponjës. Janë tirana të dashur shqiptar që u ka coptuar në të katran. Është kjo tirani të dashur bashkëdhetar shqiptar, kur unë kam qenë në Amerikë 50 vjet më para, edhe jam akoma, dërgonte Shqipëria, punonin pa bukë njerëzit, dërgonte 60% të fondeve të tyre për spionazh, për t'i shkatruar shqiptarët në bërgim. Në Gjermani, sidomos e në Amerikë, në Australi, po sidomos në Amerikë. Sepse ne ishim dy partit të dashur bashkëdhetar shqiptar, dy partit të themeluar nga patriotët e Shqipërisë, legaliteti dhe balli kombëtar. Bashkë ishim të dashur shqiptar. Bashkë në martesë, bashkë në vdekje. Por spionazhi i tiranisë, më në krye një Avdi Baleta, një agent i sigurimit, që po e coptonte Shqipërinë, e kam fjalën emigrantët. Iku pra komunizmi. Erdhi 35 vjeç, që më nëntor, që më 91,
që më 92 të dashur bashkëdhetar shqiptar, tirania. Të dyja partit, miliona e biliona dollar kanë transportuar në Evropë, që kanë nxjerrë gjoja gazetarë dhe analistë. Në Amerikë të dashur bashkëdhetarë dhe amerikanë po më dëgjojnë shqiptarët. E din fare mirë. Pavarësisht se mua emrin ma kishte dëgjuar, po fytyrën s'ma kishin parë. Ma kanë parë që kur kam dalë me misionin tim në Tiranë. Shpenzime të mëdha harxhonin dy partit dashur shqiptar. Për të coptuar shqiptar. Për të ndarë shqiptarët si familje. Erdhë të dashur bashkëdhetar ata oficerë që kishin mbaruar shkollën e kadetave, shkollën e bashkuar. Sidomos bën një grup në New York, Michigan, Florida, Pennsylvania, Kalifornia. Për t'i coptuar shqiptarë, por Amerika të dashur shqiptar është e urtë, nuk sheh. Pavarësisht se të sheh dhe gjilperën më të vogël. Çdo gjë në kontroll. Hapën televizora në Shqipëri, në Amerikë. Kam blerë hotele, restoranta dashur shqiptar. Nga 30 kate. Sidomos kohën e fundit, Edi Rama ka transportuar shumë para. Me miliona e me miliona. Për të blerë vila, për të blerë kulla, për të hapur real estate, po të dashur shqiptar, ne I kemi kapur dhe gjitha. Çdo gjë që është blerë nga këta, sidomos mania, I quajtur molto milioner, një e ka blerë në Morristown, New Jersey. Një dje ka blerë në Manhattan. I dim, do t'jenë tuaj. Por unë u bi thirrje që këtu të dashur shqiptar, dhe kush është shkaktari, si që thash më përpara. Është shkaktari tirania. Janë 3 gjëra që ishin shkaktar të dashur shqiptar. Një e quajtur Kuvendi Popullor, tjetra e quajtur Kryeministria dhe tjetri Komitet Qendror. A I shihni të dashur shqiptar. A I shihni vdekjen e shqiptarëve. 48 vjet. Ishte Kryeministria në kjo zyrë ku ndodhet sot Edi Rama. Ky është Komiteti Qendror, Byroja Politike, antarët e Komitetit Qendror, të dashur shqiptar. A I shihni ishte Kuvendi. Planet beshin në Komitet Qendror dhe në Kryeministri. Kurse këtu, të dashur shqiptar, këtu ngrini kartone si që ngrenë sot, për pushkatime, për intrenime. Ministria e Brendshme ishte bërë qerdhja e lyre me gjak. Dhe në Ministrinë të Brendshme të dashur shqiptar është burgu mi të mërshëm, që ne Banga, ne Skënderbeu dhe ne Ministria e Brendshme. Të dashur shqiptar, këto si kemi për të harruar kur. Çfarë nuk kanë bërë të dashur shqiptar? Çfarë nuk kanë bërë këto 3 zyra të njëjtat sot të 3. Të njëjtat sot 3. Në këtë pallatin që e shihni Komitet Qendror, sot rrin të quajturit deputeta rrugaçëria. Me ignorant që ka patur kombi shqiptar. Dhe këtu vjen pazarit. Të dashur shqiptar. Thirrja ime është nga zemra. Unë e njoh mirë mërgimin. E njoh shumë mirë. E njoh mirë sepse Amerika, dikush mund të thotë nga ju, po pse ne kaq kohë Amerika e nuk na çlirovi në kohën e komunizmit. I lere këto të lutem shumë mos I luaj. Të dashur shqiptar, në Gjermani, deri në vitin 79, ishim mbledhur gjithë emigracioni politik, intelektualët, ushtarakët, u bërën dhe emigrada në Gjermani, për t'i hedhur në Shqipëri të dashur shqiptar.
por plani dështovi. Dështovi për arsye dashur shqiptar se çdo gjë është me program. Është me program. Ashtu siç u bën lufta e dytë botërore dhe gjenerali më i njohur amerikan i tha presidentit, ai që ishte ulur në atë karrike aty, me ata të tre, me Churchillin edhe me Stalin, dhe i tha president, unë Rusin brenda 24 ore eliminoj. Nëse ju i një gati të më thoni, unë me ushtrin, pavarësisht se jemi të lodhur, në luftën e dytë botërore kam fjalën, ka shkruar në ditarin e tij, generali, presidenti nuk e aprovoi. Përgjigjja e tij ishte: nëse ne nuk i bjem Rusisë sot, Rusia me dekada do vrasi intelektualët botëror. Dhe vërtet ajo ngjau. Gjenerali të dashur shqiptar u largua nga baza e Italisë. Kthehet në Amerikë. Mbasi e kohë të shkurt, aksident me makinë joja, eliminuan. Eliminuan spionazhi rus. Po ja pra çka ka thënë generali. Do ketë viktime të papara. Arriti Rusia të dashur bashkëdhetar, familjet e caristave, familjet e intelektualëve, i mbushte si ato makina me zhavor dhe i hidhte në lumin Volga. Sa arriti po mbyqe dhe qyteti nga viktimet. Por, nuk lanë gjë pa vrarë në lindje. Po, e kam zemrën dhe fjalën e toka e Skënderbeut. U bëjës vrasje të mërshme. U vranë më intelektual që ka patur historie e Shqipërisë, të dashur shqiptar. U vranë më intelektual më të mirë. Pra të dashur shqiptar, e keqja e kësaj Shqipërisë vjen prej këtush. E keqja që po në Kosovë që vuanin, erdhi nga kjo, në Malzi, Maqedoni. Të dashur shqiptar, Kosova po thuaj ka afrohet vitit. Janë bërë zgjedhjet. Janë bërë zgjedhjet pa qeveri akoma. Arsyeja është të dashur bashkëdhetar shqiptar, Kosovën e çlirovi Amerika të dashur shqiptar. Clintoni, duke folur, ushtria amerikane bombardonte. E shpëtovi Kosovën, pavarësisht se shumë viktime. Por, ishte Amerika që shpëtovi. Shumë njerëz flasën disa ushtarak që rrinë në Amerikë, kanë ikur emigrant, nga parat që i kanë vjedhur në Shqipëri, flasën që Kina është shumë e fuqishme dhe Amerika është duke rënë. Jo të dashur shqiptar. Amerika e provovi, ushtria amerikane speciale e provovi kur luftovi që çlironte Kosovën, Beograd e beri ambasadën e Kinës s'la gjë pa goditur muret. Një provokim që po të ishte Kina e fortë, por s'foli fare, e uli bishtin. Ashtu si sot të dashur bashkëdhetar, Shqipëria në kufin të Shqipërisë, e kam fjalën, në kufin natyror, që janë kudo, janë Amerikanët ushtarët special, jo NATO atë dashur shqiptar. Janë kudo në Kosovë, në përmale. Është mbushur deti dashur bashkëdhetar shqiptar, deti tonë, Sazani. Është mbushur plot e përplot me ushtri amerikane, forca me parë në botë. Amerika, fuqia me madhe në botë dhe me pasur në botë të dashur shqiptar. Amerika është një zemër e Shqipërinë. Pavarësisht të dashur shqiptar, se dikush mund të thotë Amerika është larg oqeanit.
Jo dashur shqiptar. Amerika zemrën e ka në Shqipëri. Sepse Shqipëria është me mira vjetë dashur shqiptar. Ky flamur është 300 e sa vjetë. Por, presidenti parë, pa ditë tërë bota, me dokumenta si që ka qenë gjithmonë, ishte presidenti djali shqiptar, me nën shqiptare, George Washington. Por Amerika ishe shumë e dobët nga ekonomia. Shqiptarët më pasunik që ka patur, se e thash Shqipëria është me vjetër në botë. Kam patur para shqiptarët. Gjithë fondet e tyre, familjet më të pasura. Sidomos, nuk është për të thënë për veten time, po si familja e Bushit e të tjerë, ashtu dhe 6 stërgjysht e mi, 4 ngel në Amerikë dhe 2 u kthyen. Fondet e tyre për Amerikë. Pse i dhanë fondet dashur shqiptar? Ha, kjo e Englez, o Englez, që në shkatëruat. Desh të zinë të Amerikën dashur shqiptar. Në qoshet të New Yorkut, vinë ushtria Engleze, por ushtria Amerikane më në krye general George Washington, i shtyvi deri në Kanada. Do me thënë, 14 orë larkë New Yorkut me makinë. Dual francezët, edhe ata e erdhë për të luftuar me Amerikën. Por, përsëri, Amerikanët, zbathur, pak puc, i lithin kemët me leckë. I shtyn drejt që sot quhet gjysma është Kanadaja, frëngjisht e gjysma është amerikane, rregullat e mbretëreshës të englezëve. Pra, të dashur shqiptar, Amerika është me shqiptarët. Ky është qëllimi im që kam erdhur këtu të dashur shqiptar, për ta bërë Shqipërinë me kufi natyrore. Për të marrë ato që ne i kanë marrë. Por ne s'mund të harrojmë të dashur shqiptar çamërinë, që qenë çamëri dhe deri në lishtet e Vlorës duke vrarë me thikë. Nuk e harrojmë. Por ne nuk mund të harrojmë dashur bashkëtetar shqiptar e më 99-ën me kosovarët tanë, me vëllezërit tanë. Serbi duke vrarë. Spionazhet nga Shqipëria për këthys, për të shkatëruar kosovarët, që janë sot e gjallë. Pra, shqiptar, ne kemi vojtur. Qëllimi im dhe misioni im të dashur shqiptar, unë po e them pak shkurt jetën time, është pak e hidhur, por është realiteti. Pavarësisht se familja ime, stërgjyshi në Amerikë, dhe 2, një stërgjyshi tim dhe gjyshi tim, kthehen në Shqipëri, dhe gjyshi tim të dashur shqiptar, tini të sigurt, ka sjell ambasadorin e parë me 22. Ka ndejë në familjen e Pilinqit për 4 muaj. Në vilat e tyre, në pasurinë e tij që kishin me djers. U bë ambasada. U bë plani. Por fatkeqësia e madhe luftë e dytë botërore. Por plani ishte bërë të dashur shqiptar për të bashkuar Shqipërinë. Ja pra, për këtë kam erdhur dhe po rri. Më vi shumë keq që po u them se u kam jetuar edhe në internim. Por, po vuaj, po rri për të bërë tokën e shqiponjave bashkë. Amerika është me ju dashur shqiptar. Kur them Amerika, është me ju. Në Amerikë të dashur shqiptar ka president, ka kongresmen, ka senator, ka governator, që janë 5 shtete. Por, shtetin Amerikan
tokën e bekuar të Amerikës, që kanë erdhur lloj fytyra dhe njerëz të zi, të bardhë, të kuq, lloj. Është një vend i hapur, një vend i bekuar të punojë si doj. Amerika plan e ka patur për Shqipërinë me kohë, sidomos pas rënies së murit të Berlinit. Pra, misioni tim të dashur shqiptar kam punuar dhe derisa të kem shpirtin për të mbrojtur kombin e bekuar dhe tokën e bekuar të Amerikës dhe vendin tim të stërgjyshve dhe vendin tim ku unë kam lerë, ku unë kam parë me sytë e mi bolshevikët vrisnin të rinj, të reja, ku unë kam parë me sytë e mi në shtylla së dashur shqiptar, kanë vrarë intelektual, i ikin i zvarë, arrinin të dashur bashkëdhetar në shtyllas, kam qenë sabër, por në shtyllas jeta ime ka kaluar më shumë. Nuk arrinin kur binte çanga të dashur shqiptar të vinin para policat të dashur shqiptar nuk dini shqip, dini greqisht. Godisin fëmijë, na hithin fytyrës syve, supin, ku me buk e ku pa buk. Por aman, shqiptarët e doni njëri tjetrin. Kemi qenë të bashkuar në shtyllas dashur. Pra erdhi koha të dashur shqiptar, si që thash më parë, misioni tim, jetën time e kam për tokën time të Shqipërisë. Pavarësisht se moshën që kam, disa dofta nuk u vjen mirë, vërtet kam moshën, po trupi im, Zoti që më ruan, pavarësisht se jam plagosur 4 herë dashur shqiptar, 75-ën, 85-ën e 89-ën. Nuk jam plagosur dashur bashkëtar si këta bolshevikët, po jam plagosur për mbrojtjen e kombit të Amerikës. Jam betuar dhe kam në firmë. Dhe si që thash, derisa të kem jetën time, jam për të mbrojtur kombin Amerikan dhe kombin e Shqipërisë që do të bashkoj këto ditë. Pra të dashur shqiptar, erdhi koha e realitetit. Këtu, në Shqipëri, e kam fjalën në Tirani, kanë erdhur ambasador i gjithë botës. Kur kanë erdhur ambasador dashur bashkëdhetar, kanë erdhur me një palë pantallona, një palë këpucë e me gjaketë të zezë o blu. Kur janë kthyer, kthehen me valigje plot me dollar, me 30-40 palë kostume, si ai Soreka i Italisë, ka qenë ambasador, ka qenë 2 herë ambasador i Bashkimit të Evropës. Një hajdut që ishte bërë si guvernor të dashur shqiptar, televizor më televizor, erdhi si cigan, kockë lëkur, kështu i themin nga anë Korçës. Dhe kur iku tamam mbaj mend, fshatrat që ishin afër ne në kampin e internimit, për vit të ri, mbalin nga një pul deti dhe i ushqeni dhe pul e detit fryshe. Ashtu u frydhej nga milionat e dollarëve. Po të dashur shqiptar, vinë ambasadorë këtu dhe dalën në për televizor. Dalën sepse të dashur bashkëdhetar shqiptar, si që thash, 2 partit që i coptuam, pëse? I linin që të thoshin një ambasadat janë me ne. Por unë që ditën që kam erë të dashur shqiptar, u kam thënë shqiptarve të mi, pavarësisht se s'besonin disa, erdhi koha e shqiptarve, erdhi koha do ndryshojnë, do arrestohen, çdo gjë që kanë vjedhur do konfiskohen. Gojat e liga nuk besonin. Por, u kam thënë që sot e tutje ambasada e Amerikës nuk do dalë më. Emisioni e saj e mborovi, erdhë këtu kinez, 4 kinez, unë flasë hapur
dhe as më intereson. Unë jam 100% Amerikan, dashur shqiptar, gjyqët e mi, stërgjyqët e mi, i matë, vdiq në Amerikë. Nga burgu i Burelit, vdiq në Amerikë. Im nën 104 vjetë. Pra, unë jam bibetuar dhe i kam të gjithit në parë, të dashur shqiptar dhe të nesëmin kur unë fola, ka folur generali NATO-s dhe ka thënë, para një viti, që NATO, çdo person që është në NATO, çdo shtet që është në NATO, se kush të mbroj veten e vet, sepse lufta ka 3 vjet që ka filluar. Do të shgoni ç'a do bëhet dashur shqiptar. Do të shgoni ajo Francë që na coptovi, ç'a do t'i njaj, është me ditë. Se kur ftohet, hapet lufta. Do të shgoj Englezë ç'a do bëhet. Por Shqipëria nuk preket. Nuk preket sepse shqiptarët duhet bashkohen. Ambasada, si thash, 4 ambasador, të 4 korean, kinez, të palindur në Amerikë. Yuri Kim, njëherë vinte Denanua, njëherë dhe Edi Rama, të nesmen e Berisha, s'linte vend, më besonin, kur ikte e thoshin, wow, që kam me pëdem, me pësen, i shkatrovi të dy sa arritim në fund dhe tha fjallën e komunizme që do hani barë. Edhe hangër. Eliminovi 2 partit. Pavarësisht se të dashur shqiptar, këtu kanë qenë 2 partit dhe 100 janë satelitë e tyre, 1 person, 1 parti. Janë bashkë të gjithë. Të gjithë shqipfolës. Të gjithë agjentët e huaj. Yuri Kim bëri punën e saj, por dëm që i ka bërë 4 ambasadorë tonë, jo hapin ata llogari. Në Amerikë që ose ti vjet $100, jo senator ti jesh, po edhe presidenti i Amerikës i shkon para gjyqit. Amerika ka një kushetut si këtu në Shqipëri që do bëhet, kjo është kushetut amerikane që do bëhet në Shqipëri dashur shqiptar. Kushtetat amerikane nuk pyet se kush je. Ju e keni parë dhe vetë presidenti i Amerikës 28 herë në gjyq e rrinte tamam sus. Ka ligj. Kurse në Shqipëri, ignorantët, shqip folësit, llumi i llumit, që nuk njohin babën e tyre, me makinat të zezë, bredhen, shtypën, asu bëhet. Por aman, ka erdhë koha këtë ditë, të vuajnë, 97% do jenë të sigurt, të lumtur, 3% të vuajnë. Pra dashur shqiptar, ligj është ligj. Arriti Amerika të dashur shqiptar, krijovi SPAK-un. SPAK-u janë prekuror dashur shqiptar, si gjithë bota ka prekuror. Krijovi byron kombëtare, që nesër do quhet FBI-ja shqiptare. Krijovi byron kombëtare 80% të Amerikës, 20% shqiptar. Djem të ri, intelektual. SPAK-u të dashur shqiptar arriti tamam taktikën e Amerikës. E ndjek tjetrin, 1 vit, 1 muaj, 2 muaj. Byroja kombëtare gjithmonë ka jurist dhe ekonomist dashur shqiptar. Ekonomisti i ndjek ku i ka vjedhur, sa ka vjedhur, dhe juristi, që është në të njëjtin pallat, në të njëjtë zyra, jep çmimin e dënimit. Pavarësisht se ja jep gjyqtarët, po gjyqtarët shikojnë të njëjtin ligj. Krijovi SPAK-un, krijovi byron kombëtare, e paguan, edhe Amerika kur të paguan dashur shqiptar, nëse ti i vjedh $100, s'ke ku vete më. E në hënë dhe vesh, do e për llogari. Ky është SPAK-u të dashur shqiptar, gojat e liga dhe spionazhi u mbyll SPAK-u. Kurse Pilinçi thoshte SPAK-u është hapur. Është më fort. Pavarësisht se edhe nga SPAK-u 4 veta do arrestohen. Do dënohen shumë rënd. Janë 2 bolshevik brenda. Kanë edhe ata hotele.
kanë edhe ata vila. Pra, Spaku po përfundon. Është mbushur Spaku të dashur shqiptar me FBI sekrete. Për të eliminuar komplet dosjet dhe arrestimet që përfundoi këto ditë, siç e thash më parë, dosjet e piramidave, dosjet e NT7-s, 5.000 të vrarë, dosjet e rrëzimeve të fabrikave, të uzinave, të tankeve që i dërguan në Serbi, dosja e Gërdecit, e naftës, dosja e se janari që do marri me vete qindra brenda këto ditë, dhe dosja që është më madhja e 1.840 deputetëve për 35 vjetë. Dosja e tyre dashur shqiptar që atë ditë që është emëruar, është saktuar deputet, ka qenë në shikim. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, edhe Ngjilper ti dhe Dëdajt ne e dim. Sepse jemi për këtë kombë. Sepse nuk është vetëm piligj. Ne i kemi njerëzit tonë, jo të duksh, në Ministrinë e Brendshme, në polici, në parlament, në qeveri, kudo, në shik, që ai shiku shumë shpejt do mbyllet. Në çdo vend, në ushtri, në bulevard, në rrugë, kudo, për të mbrojtur kombin tonë. Ky është dosja më e madhe. Tini sigurt dashur shqiptar të 1.840 deputet do konfiskohen, e nëse do një ka vdekur që e kanë bërë hero, që kanë qenë spiontarët e burgut, ata bën heroj, do t'i mirët pasuria. E vidhur, çdo gjë. Por ne kemi gazetar e analistë dashur shqiptar, që janë për televizor, të quajtur patrona, të quajtur zot të televizorit, që bin miliona dollar, që ata dije s'kishin brek. Sot, klani, i klaneve dashur shqiptar, Top Channel, News 24, e Hysem Belliu, që ishte në Greqi dhe kur erdi me ca plaçka të dhenë nga kisha, sot tot unë jam milioner. Ai nesër do të ketë një palë komiloshe. Po të dashur shqiptar të dalë atje ku ju doni sot. Qëllimi im pse dola sot. Sot unë kam dalë të them shqiptarëve. Kudo që janë në botë, po shëgoj drejt që në sytë e më shëgoni. E di që me miliona njerëz po shëgojnë. E di të dashur shqiptar, i vetëmi shpresa e kombit që jemi ne, të shpresa, janë 18 milion, vetëm 7.400.000 janë të dashur bashkëdhetar shqiptar, vetëm të Shqipërisë të brenda. Po ne kemi 900.000 në Itali, gati 1 milion në Greqi. Ku, Zvicër, kudo në gjithë botën, dashur shqiptar, që dëgjojnë dhe shikojnë dhe presën këtë ditë. Po cila është kjo ditë dashur shqiptar? Sot është nëntori. Nëntori i ngritjes të flamurit dashur shqiptar. Nëntori që bëri qeverin. Nëntori që ngriti Ismail Qemali flamurin, që bëri dhe qeverin e parë. Po pse ne dashur shqiptar bëm qeverit teknike që da i kërkuan njerëzit, 5 milion njerëz janë me dokumenta. E nëse ka mundësi, mund të nxjerrë zotnia, se sa vota të t'i shihni vetë origjinale, ne nuk bëjmë falsifikime, bëjmë qeverit teknike. Po pse bëjmë qeverit teknike të dashur shqiptar? E pse vajtëm në Vlorë, dhe pse vajtëm në Korçë
e pse vajtëm në Shkodër. Vajtëm në Vlorë, e bekuam të dashur bashkëdhetar shqiptar, ati ku u bë qeveria Ismail Kemalit, me patriotët. Ju ishini vetë dashur bashkëdhetar, e lexoni vetë, 7.674.000 shqiptare në Shqipëri. Shikoni dashur bashkëdhetar, i thonë 7 milion e ca. Po pse vajtëm të dashur bashkëdhetar në Korçë? Po përpara vajtëm në Shkodër. Vajtëm në Shkodër në Teuta. Vajtëm në Shkodër dashur shqiptar në kultura. Vajtëm atje ku ka qenë kultura, intelektualet, ku kanë qenë patriotët, se Shqipëria ka qenë bashkë, Malizi. Vajtëm vërtet edhe në Kosovë të dashur bashkëdhetar shqiptar, me gjithë ministrin e arsimit që do tjetë një nga intelektualet e Shqipërisë, që ta kthej arsimin të vërtet. Vajtëm edhe në Kosovë. Vajtëm në Korçë dashur shqiptar, sepse Korça, ta dini shumë njerëz nuk e din. Korça dikur qushe para 100 e ca vjet, qushe Parizi. Emrin e kishte Korça Parizi. Në Korçë dashur bashkëdhetar shqiptar bëshin kostumet, bëshin kapelat e Republike dhe shiqin në Francë. Ajo Korçë ka nxjerrë për herë të parë kapelat e Republike. Ajo Korçë ka nxjerrë për herë të parë kostumin. Ajo Korçë ka nxjerrë për herë të parë floririn të goditur. Po dhe ashtu, edhe në Malsi. Për këto arsye vajtëm më 3 qytete. Pavarësisht se vajtëm me ministrat. Kjo ishte arsyeja që unë vajta më 3 qytete. Gojat e liga thoshin, Pilin që ka erdhur të bëjë qeverinë teknike, është kundra kushtetutës. Të dashur shqiptar, ajo kushtetut që është e hedhur me kohën atje ku se them dot. A e pat para që kohën e bëm në atë mënyrë të dashur bashkëdhetar shqiptar, që vetë kushtetutët ta hithin në plera. A e marrni mend para që kohë, para që jave. Ngrihet një rrugaç i quajtur president Barjami, një i bërvet general, doktor, president, një copajduti që ka marrë tërë Bregdeti. Ngrihet edhe thot do votohet më datën 9. Prishi kushtetutën. A heri gjykata e kushtetutës e këtheu prap dhe e rrëzoi presidenti. Në atë minutë e duhej arrestuar presidenti dhe Edi Rama, që hodh kushtetutën në Koshë të Plerave. Po ç'është kjo kushtetutë dashur shqiptar, që e keni parë dhe ju? Është kushtetuta për 3%, për të pasuruar, është kushtetuta që të vinë serbët e të hypën në kurriz shqiptarëve. Është kushtetuta dashur shqiptar që bujku në tokën e vetë të stërgjyshve të tyre s'ka të drejt të hapi një pus për të piruj. Nuk ka të drejt të mbjelli një perime. Nuk ka drejt të mbjelli drith. Nuk ka të drejt të baj një bakti. Nuk ka drejt të baj pula. Po pse? Kjo. Sepse i sjellën nga serbët. Sepse Shqipëria dashur shqiptar, unë e di që keni shumë sëmundje. Sepse drithi edhe derrat e serbëve nuk e hanin, e kanë hedhur qëllimisht në Shqipëri. Për të eliminuar shqiptarët për të smurë. Unë e shoh vetë dhe dëgjoj për ditë. Njerëzit janë mbushur farmacit plot e për plot. Janë mbushur spitalet plot e për plot. Sepse nuk i lejnë shqiptarët. Po ja pra, erdhi dita. Që bujku do ke çfarë të kërkoj. Qeveria që do bëhet me president, mbas 3 muaj, do t'i japi fondet vetëm bujkut, që të bëj çfarë të ketë dëshirë.
Do arrim në atë gjendje, unë kam bistuar me agronomët më të mirë të Shqipërisë. Dhe më kanë thënë vetëm të quajtur kjo Shqipëri e coptuar, ka të drejtë për ushqime për çdo gjë për 40 milion njerëz. Pra të dashur shqiptar, si Bujku, çfarë kanë bërë në arsim këta dashur shqiptar? I mbyll, fillimisht që të mbyllën kulturën të rinj, me çdo qytet, me çdo fshat të vesh, nuk ka më nxënës. Ka vetëm disa palo mësues që janë pa diploma, të quajtur diplomat e plepit. Kurse intelektualët e vërtet, inxhinierët, profesorët, doktorët, janë pa punë. Më dëgjoni me vëmendje, jeni pa punë. Aman, jeni e dembela. Jeni u ka zënë gjumi, jeni frikacak. Po pse frikacak? Keni mi luftuar me shekull, nuk i kemi thërë kurriz. Pse a këthet kurriz? Shqipfolzve, rrugaqve, hajdutve, frikacakve. Pra të dashur shqiptar. Shqiptarët e mi në Amerikë, Pilinçi, misioni ti, Shqipëria dohet 51. Por nuk do ngrije të shkojnë në Amerikë, sepse ky flamur është me mira vjetë, ky flamur është 300 ca vjetë. Do bëhet një urë, jo vërtet urë, që okeani shumë lartë, i thonë 9 orë me avion. Do bëhet një urë që do quhet në mes zemrës të Evropës një Amerikë të vogël që do quhet Shqipëria me kufin të natyror. Që do kem pashaportat që ditën e parë jemi dikushi. Ditën që bëhet me president brenda një ore ndodhemi në Amerikë, me njëherë Shqipëria do tjetë me pashaporta amerikane dhe me pashaporta shqiptare. E di çdo thot pashaporta amerikane, dashur shqiptar? Amerika e ka bërë në atë gjendje. Amerikani që është në Amerikë ka të drejtë të vejë në çdo vend të botës të hapi tregti, biznis, fabrik. Kurse kinezi, rusi, francezi, englezi, po të vijë në Amerikë duhet lejë. Pra, këtu e kam fjalën që shqiptari do t'jetë kudo. Do të quhet një Amerikë e vogël në zemrën e Shqipërisë. Ka marrë fund çdo gjë. Po të dalë në dita se ka dalë sot. E lash për në fund të dashur shqiptar. Unë u them shqiptarëve dhe po i shikoj drejt e për drejt në sy edhe e di që më shikojnë me miliona njerëz. O shqiptar, o vëllezër e mi, o të torturuar për 100 vjet, o të vrarë, o të pashqyer, keni 35 vjet nga shqipfolësit, u përzuan për të detit. Në mënyrat e tyre, u amuar fëmijët dhe i futën në gomanat, në varkët, dhe i shpojnë, qëllimi që të mbysin. O vëllezër e mi, u kanë sjellë drogën në Shqipëri për të eliminuar familjet. O vëllezër e mi shqiptar kudo që ndodhin në botë, për të shkatruar Shqipërinë, për të eliminuar moralisht, për të ndarë motrën dhe vëllain. Motra është në PS, vëllai është në PD, babai është në Lec, e bia është në këto 100 parti, një person, një parti, për të shkatruar ju si familje dashur shqiptar. Po këto kanë qenë të dyja serbe, greke, franceze. Bashkoni këto ditë dashur shqiptar. Të vi motra nga Greqia, nga Amerika dhe të takoj vëllain në Shqipëri që është jetim. Pa bashkuar si familje, për inat të armiqve tonë shekullor. I jepni dorë njëri tjetrit vëllai me vëllain. Pra, plani im është dashur shqiptar,
data 27 nëntor do mbahet në historinë e në shekujt e ardhshëm. Të dashur shqiptarë, ka mundësi të dashur mi nxirr të 3 ato pallatet e vrasjeve që ka bërë Shqipërinë për 100 vjet. Të dashur shqiptarë, vëllezërit e mi kudo që ndodhen, të rinj, të reja, intelektual, punëtor, në datën 27 kërkoj nga ju që të vinë nga gjithë bota miliona njerëz, të vinë me kokulur, me nga Iqiri në dorë, dhe drejt të drejtohen drejt vrasjeve për 100 vjet, që quhet Kuvendi Popullor i Shqipërisë. Nuk u quhet ka parlament, po Kuvendi Popullor i Shqipërisë. Të mbjerëm nga Iqiri atje, mua do më kini përpara. Të vemi nga Iqiri, pse të dashur shqiptar, a Iqiri? Sepse në këtë pallat janë vrarë patriotët e Mirditës, patriotët e Labrisë, patriotët e Mokrës, të Korçës, të Shkodrës, të gjithë Shqipërisë, intelektual që ka patur Shqipëria më shumë, të dashur shqiptar, këtu janë bërë planet. Këtu janë votuar. Këtu janë votuar, dashur shqiptar, po planet janë bërë në këtë pallat qoftë i zi për jetë, që duhet bëhet muzeun vrasje dhe kjo kryeministri, që i ka vrarë shqiptarët, që i ka vrarë patriotët, që nuk u ngop së vrari. Mirë, 46 vjet, po dhe 35 vjet, pra të dashur shqiptar, pre këtu, data 27, do rrim pa gjumë, keni fjetru bollë, dashur shqiptar, edhe këtë moment që u flasë, jeni në gjumë, do të thotë, pe këcak, pe kujt keni frikë. Strëgjyshët tuaj ka luftuar me shpatë në dorë, me bajanet, dhe nuk janë përkullur, kur jemi thyrë shumë herë, po nuk jemi përkullur. Po kujt i përkulleni? Familjeve të shkatëruar. A i shini që kryeministër kini? A i shini se sot e ka rrethuar FBI-ja për të arrestuar? A i shini çfarë kini më dashur shqiptar në parlament? E lej njeri gruan e me shoku i tij mbas një muaj i ndajnë të dy përsëri. Ja pra kë keni patur në këtë parlament, në këtë kuvend popullor, në këtë vend të zi. A i shini qa u bërë dije e pardije i dogjën. Ata nuk janë votuar nga ju, dashur shqiptar. 35 vjet ju që keni hedhur votimet, a ka majtur koshplerave. Çdo gjë ishte programi me rreti, ta marrun për të shtyrë këto vite. Pra, dashur shqiptar, data 27 i ftoj ku janë e kus janë shqiptarët. Por në këtë rast, u them 4-5 të quajtur milionerë. Ju duhet. Ato parat të vjetra që kini, duhet ta bëni bulevardin që në Skënderbeu dhe deri në universitet, të shpini ujë me arka, të shpini ushqim, rrugën e Durrësit, rrugën e Kavajës, do vinë me miliona njerëz. Do përngushëllim. Pre këtu të dashur shqiptar, do shkojmë në kryeministria. Për të vënë qirinjt, që janë vrarë me mira njerëz, për të vënë qirinjt e fundit, për ata 4-5 veta që u vranë, që ishin lakuriq, që ishin të palarë se s'kishin para, që ishin të pangren, që iken si mish për top. Pra të dashur shqiptar, pe këtu, po atë natë do të gëdhim. Data 29 e kam fjallë. Do vem këtu ku ka qenë komiteti qendror. Ja pra edhe kjo piktura është me vjetër. I kam zgjedhur ato të vjetër, që është një makinë për para. Edhe këtu të vem qirinj. Edhe këtu të ngushllojmë njëri me tjetrin, motër me vlla,
afrohemi. Ti themi një i tjetrit, na fal motër. Na fal motër që ke ardhur që nga Greqia, që nga Amerika, të marrësh pjesën time, të ndash me gjysmë. Që është qëllimisht për të vrarë të dashur shqiptar. Qëllimisht është për 751. Qëllimisht të dashur bashkëdhetar shqiptar janë bërë gjitha këto për të eliminuar shqiptarët. A e keni parë dashur shqiptar të gjitha ata që kanë qenë në përburgjet, në përkampet e trajnimit, s'kan marrë asnjë para. A e keni parë gazetat e tyre, gazeta Sot, që janë këto gazeta shqiptare, 3500 veta thot, e janë për të marrë parat, mashtrim. Si kanë dhënë asnjë. Po kush i ka marrë parat dashur bashkëdhetar shqiptar? I ka marrë nanu. I kanë marrë këta që ishin bolshevikët. Këta që hynë e dual. Po të dashur shqiptar. Ne e kemi dhe programin me 51 pikë. Gjithë antarët e Komitet Qendror, fëmijët e tyre janë ku janë, jo që do konfiskohen, po dhe do dënohen. Pra të dashur shqiptar, po u zhgoj drejtje në syt. Data 29 me mira, jam i bindur miliona njerëz nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi, që janë afër, po në them pasunikëve në Amerikë. I di që janë shumë pasunik e vjetër. Kanë tregti, restoranta. I lutem shumë, paguani biletat në avione të shqiptarëve. Të shqiptarëve që kanë erdhur mbas 90-s. Të shqiptarët që kanë erdhur mbas 90-s, të dashur shqiptar, vuajnë. Punojnë punë të rënda. Punojnë 2 punë. Sepse të ushqejnë fëmijët, të paguajnë qiranë dhe nuk kanë para të vinë dot në Shqipëri. Ju po më dëgjoni, unë ju njoh shumë pasunik. Unë njoh dhe shumë pasunik që u ka bërë Edi Rama e Sali Berisha. Është e mira, pavarësisht të konfiskoheni, bëheni zemër, hajdin edhe ju, pagoni biletat e avionit. Se do vinë me mira e me mira nga Amerika. Nga gjitha Amerika. Nga të 50 shtete. Kur nuk ka shqiptar? New York, Kaliforni, New Jersey, Florida. Në çdo vend janë shqiptarë. Janë shqiptarë që presin një ditë të kthehen ke nëna. O shqiptarët e mi, nëna juaj ish pa bukë. Të shumtat kanë vdekur. Dhe ju se dini. Vdiqën sepse këta rrugaqëri i lanë pa pension. $80 pension. Kurse vetë në parlament, bëni pak shumëzimin. $80, ata marrën $5.000-6.000, 75 herë më tepër se një pensionist. S'ka ndodhur në vaki në Amerikë, presidenti merr $280.000, një jurist i mirë me $180.000. Punëtori mi thjesht të dashur shqiptar, mi thjeshti, tjetë bazboj, merë $22 në orë. Pra, atje është 1 me 2. Por jo 1 me 75. Pra të dashur shqiptar, do ngrihen prap më këmbë. Shqiptarët e mi, data si që thash 29. Nga gëdhiet dita me bukur. Dita 28 nëntori. Dita që shqiptarët e njohin. Ajo ditë do t'jetë dita e gëzimit, dita e afrimit, dita e të rinjve që të marrën hyrje sa të doj qefi, me çdo qytet. Është dita që do gëzohen, do hapen shkollat. Është dita që do vinë profesorë të dashur bashkëdhetarë shqiptarë. Është dita që do ndryshojë Shqipëria 100%. Është dita që e presim. Eshtrat e shqiptarëve, amanetet e shqiptarëve që i ka lënë çdo familje, i ka lënë të birit, mbesës, o mbesa ime, o nipi im, kur të çliroj Shqipëria,
Eja më shtirë pak ujë. Eja më folë që mbaruan bolshevikët. Eja, birim, më trego realitetin. Por nuk është një që është vrarë, dashur shqiptar. Nuk ka shtëpi që të mos ketë patur një të vrarë. Sidomos për 35 vjetë. Nuk ka shtëpi që nuk ka buk të hajë. Ejani pra ta bëjmë 28 në dori, me qeveri të re, sepse ju doni qeveri të re, sepse ju kërkoni qeveri të re, sepse ju kërkoni Shqipëria do jetë me president. Vërtet 2 muaj, 3 muaj qeveria teknike, do hapi zgjedhjet, 80 deputet, 41 senator që do dalen nga shqiptarët. E jo nga sërbët të urdhojnë e grekë. Pra të bëjmë Shqipërinë. Unë po i drejtojmë dhe Greqisë në këtë. Ul bishtin grek, se Shqipëria ka patriot. Erdhi koha jonë, dhe po të domin. E kam thënë më parë dhe më kanë nxjerrë për gazetat greke. Ka një vit. Kam thënë që ne po t'i lajmërojmë shqiptarët kemi 1 milion. Priste 4 orë. Por ne marrëm paqë. Po si mund të harrojmë ne Çamërinë? Po si mund të harrojmë ne deri në Beograd, është pasuria jonë. Le ta provoj, po të doj, të dashur shqiptar, sërbi. Qa do t'i ngjaj këtë radhë, nuk do ketë me fabrika, pallate. Sepse ne jemi, thoni të dashur shqiptar, jemi shqiptar. Eja pra ta festojmë 27 nëntori, të jemi me nga 100 në dorë, kush ka e kush s'ka mini batanie, e di që jeni fukaren të dashur shqiptar. Ju keni duruar 35 vjet pa bukë, pa ujë. Ejani pra në Tiranë, jo për luftë, po për takuar me shqiptar njëri tjetrin, për paqe, për t'i thënë këtyre shqipforcëve, ja pra unë gjallë shqiptar. Ejani nga Franca, nga Ingilterë, nga të gjithë shtetet e Evropës. Ejani shqiptar, ejani sa më parë vëllezërit e mi kosovar. Ejani sa më parë të bëjmë Shqipërinë. Ejani princat e Kosovës, të Maqedonisë, të Malit të Zi. Ejani niprat e Sënipat jeni shpërndar. Nëna Shqipojnë u pret. U pret të dashur shqiptar. U pret Skënderbeu të dashur shqiptar, që dhe koskat e Skënderbeut ne i dim ku janë. Nuk janë në Lezhë, të dashur shqiptar. Ne i dim ku janë e do t'i sjellëm. Ne do sjellëm shumë eshtrat e patriotëve. Ne do bëjmë që në piramidën, që në xhamia, në Skënderbeu, dhe deri afër kryeministrisë, do bëhet 2 metro i lartë. Nuk e di sa i gjatë. Do shkrohen me gërma floriri emrat e patriotëve të dashur shqiptar, që të hidhni një lule si tamam si në Washington DC. Emrat e ushtarëve që janë vrarë në luftën e dytë botërore. Hidhen nga një lule qëllimisht. Ashtu ta bëjmë edhe ne. Të ndrojmë rrugët e qytetit dashur shqiptar që janë me emra që janë shqiptar, janë sërbë. Të vëmë emrat e patriotëve, që dhe eshtrat e tyre, që nuk jenë rahat, që të gëzojmë, të afrojmë, të sjellëm birësin, si dikur të dashur shqiptar kur vinte një mik, gëzoshet tërë familja. Kurse sot, kur të vjen një mik, troket më derë, nuk i hap derën. Këtu ka arritur gjendja. Po le, ka ca ditë, që duan ne të labin një liq, që ata që kanë në parlament 35 vjetë, që kanë bërë ligjin para 5 vjetëve, që duan të bëjnë, ta bëjnë Shqipërinë si Hollandë. Ta bëjnë Shqipërinë si disa ambasadori që kanë erdhur, që martohet, që e flet me plot gojë, po, ja martuar me burr, me burr. Po jo në tokën e Shqipërisë, kjo nuk do ndodhi. Të dashur shqiptar, nuk do ketë droga në tokën e Shqipërisë. Aman, se trimat se qeshën jashtë, pak la intereson.
Ashtu si na kanë helmuar, të helmojnë edhe ta. Pa ma në asnjë në burg në do tjetë në Evropë, sepse kemi një liqë. Ne s'pyesëm as Hagën, as Hagamajnë. Shqipëria ka një liqë, ka një rregull. Fuqia e ligjit sot të dashur shqiptarë jeni ju. Doni bashkinë me Shqipërinë, me kufin natyror? Po, u bë. Do bashkohemi? U bë. Doni me president e jo me kryeministër, me 13 ministra? Mori fund. Gjithë dojnë shërbëtorët tuaj. Unë me këtë rast lajmëroj gjithë arsimtarët që kanë dalë në pension. Gjithë intelektual, këtheuni për 2-3 muaj. Rroga dojet e mrekullueshme. Unë i drejtojmë policisë, se lajmet që kam, pavarësisht se Amerika është këtu në Shqipëri. Keni kujdes. Se këto 2 partit, minutën e fundit, duan të djegin Shqipërinë. Po jo. Provojnë me demonstrata. Po jo, nuk i lënë. Ky është qëllimi i tyre për të humbur gjurma. Ky është qëllimi që edhe zvenc kryeministria do ikte. Po jo. Ja pra sot çaj ngjall. Ja pra si u rrethua sot kryeministria. Po jo. Ne duam që kryeministri i Shqipërisë, atë ditë që bëhet qeveria, do me thënë 28 nëntor, dëse ju nuk doni, është jetresat, po unë jam i bindur që shqiptarët të rikëthehen në toka e Skënderbeut, në toka e Shqiponjave. Evropa në spyesën fare. Se ekziston ose ekziston, nuk ekziston. As pyesëm, ne kemi të dashur shqiptar Chelsea. Kemi Chelsea ne. Erdhi koha jonë. Kemi ushtrinë amerikane speciale, jo NATO. Kudo, më çdo vend. Kemi krijuar 3 drejtorinë e policisë, të FBI-s e të CIA-s inteligjencës shqiptare, që do t'jetë të kontrolloj jo vetëm botën, po kudo. Në unë u the e një ubi thirrje. Kemi edhe në Kinë, e kam parë grafikun. Ku s'kemi të dashur shqiptarë? Kemi më çdo vend. Ktheuni sa më parë në nash Shqipëri. Ktheuni në toka e stërgjyshve që do të mirë tokën. Disa mos e keq kuptojnë dashur shqiptar që kanë marrë sa pasuri me 7.500 njesh. Ato janë këneta. Sepse në Malsi, në Birdit, në Shkodër, në Korçë, në Vlorë, Labri, në Mokër, se kush ka tokat e tia, s'janojtë. Pra, ju 7.500 njeshja, mos u mërzit domini me. Përsëri i bëj një thirrje të gjithë atyre që punojnë qeveri. Nuk do ikni. Nuk do t'u heqëm nga puna. Po nëse nuk jeni të aftë, po, do zbrisni një shkallë më poshtë. Thirrja ime e fundit është dashur shqiptar. Data 29 u kërkojmë që në mëngjes. Dhe do të gëdhim natën me qirinj, që eshtrat e shqiptarëve kudo që ndodhen në përvende që e nuk dihen ku janë eshtrat e patriotëve, që dhe ata në qellin e hapur do shëgojnë që shqiptarët u bashkuan, do shëgojnë që motra me vëllain si dikur, dorë më dorë, do shëgojnë si djali me babën të ketë respekt, do shëgojnë si kush të ketë pasurit e tyre me mira vjetë përsëri. Aq hoteli e ka të dashur shqiptar, edhe vila sa do ketë gjithë shqiptarët. E një që s'ka shtëpi, do ketë 3-4 hyri. I gjithë kullat që janë Tiranë, në çdo qytet, janë tuaja të dashur shqiptar. A e keni parë si kanë ngelur vingjet? S'ka më. Unë i bi thirrje Kastratit. Kastrat, parat që ke, me datën 27 në mëngjes, në për rrugët e Tiranës e bulevard, dërgo makinerin për të piju ujë, ata që do vinë, për të bërë nga një sandwich që të hanë ushqim, jepu nga një batanie që ta gëdhin natën me qiri, të dashur shqiptar. Dofta u zgjata. Me ju mund të flisjem më shumë.
Por të dashur shqiptar, thirrja ime dhe po shkoj drejt në syt. Gjithë Evropë. E në Azi. E në Amerikë. Kudo që janë, ata po më shkojnë, atje shumë shpejt. E në Kaliforni, kudo që janë. E janë më datën 27 në mëngjes. E janë të mbajmë qirin në këto 3 vende, që këto 3 vende do të ngelen muzeun e vdekjes. Sepse ato bjen erë krim. Ato bjen erë gjak, dashur shqiptar, për 100 vjet. A e bjen erë në atë kuvend që janë më ignorantët, më alfabetët, më shqipfolësit. Unë i lajmëroj gjithë televizorët, e di, më kanë kërkuar, po ju duhet ta vinit këtë lajmë sot me çdo televizor. Sepse nesër televizorët nuk do të jenë tuaj më, po do të jenë të shqiptarëve. Nuk do të ketë mend për televizore atë që përdoren anti-shqiptar. Shqiptarët të dashur shqiptar kanë një fe. Feja jonë është flamuri. Por, ka dhe fe që pas të shirës. Musliman, katolik, ortodoks. Po nuk them të 3 feve. Se fe tjera nuk pranojmë në tokën e Shqipërisë. Kanë ardhur disa fe që për të shkatruar janë spionazh, për të dëmtuar Shqipërinë. Po nuk them të 3 feve. Shteti, sa të kenë mundësi do të ndihmoj. Mund të ndihmoj të bëjë xhami, mund të ndihmoj të bëni një kish, mund të ndihmoj të bëni një tylbe, por në një kish. Aty do të jetë flamuri shqiptar. Priftimt. Si ti quani ju. Le t'i luten Zotit. T'i luten Zotit që Shqipëria ka vojtur për 100 vjet. T'i lutet bashkimit. Nëse e një prift. Bën shetani. Bën politikën e Vatikanit. Apo bën politikën e një flamuri tjetër. Ajo nuk do ekzistoj. E kam fjallën për xhamit. Xhamia ne jemi musliman. Ne ashtu si na kanë vendosur me shekuj. Ashtu do t'jemi. Gjithmonë me ftiu, apo të them me Mir Hoxha, që dronte i pastrën në fytyrë, me një kapel të bardhë, me xhaket, me pantallona. Raman, nëse e bën propagandën e Turqisë, ne nuk jemi turq. Ne nuk jemi arab. Po ne jemi shqiptar, ne dim historinë tonë, si ka qenë. Nëse ngrihet një flamur i huaj, si që u ngrit në 5 xhamit, e dashur shqiptare, e pat flamur turk, me çdo vend, a e pat flamur turk që ishte në minaret lartë, ne në mënyrat tona eliminuam. Ne jemi shqiptar, por aman, si që kanë erdhur disa kanë bërë partira, e kanë erdhur nga Lindja, nga Libia, e vendet të tjera, e na sjellën hoxhallarë me fustan, ikni më përpara, para se të bëhet qeveria 28 nëntor. Ikni, zhdukuni, se ne nuk kemi hoxhallarë me fustan, sepse ne jemi 2 gjini. Gjinia mashkull dhe femër, do të thotë burrë e grua. Ne unë i lutem shqiptarëve sa më shumë të kenë fëmijë, të shtohemi për inat të armiqve tonë shekullor. Edhe unë po ju them grekëve, ulni bishtin, se qamëria është tona, ini gati u ka rrethuar Turqia, pavarësisht se gjoja keni ndihmën e Francës, Franca ka vdekur beko. Ajo krijovi komunizmin dhe ajo do të përfundojë me turp. Pra, të dashur shqiptar, simpatizantët e shpresës të kombit. Ne nuk kemi parti. Ne jemi shpresa e kombit. Shpresa e fundit. Shpresa do të ngelet në histori e Shqipërisë me kufin natyror. Ka marrë formë të prerë. A ditë që bëhet me president Shqipëria, me anë të telefonit bashkohet Maqedonia, Malizi, Kosova, ditën që të bëhet qeveria teknike, ai trari që është bërë në atë minutë thyet. Hapet rruga.
hapet rruga jo me para, që kanë bërë rrugën me grop. Ja pra zëvendës kryeministria, nuk është dënuar vetëm për tunelin e Vlorës. Jo, për tunelin, me çdo vend tuneli që ka bërë, me rrugën që ka bërë $2.50 në tunelin e Kuksit, e Bulqiz, si i thonë, me gjithë rrugët. Pra të dashur shqiptar, thirrja ime përsëri e fundit. Ejani më datën 27 në mëngjes. Mbusheni Tiranën, ngriuni në kem, jo revolt. Nëse njeri thyen një diçka, po e them hapur, ai hyn në burg e s'del më jashtë. Jo provokime. Është ditë zie 27, që ta lem pas krave, pra ata janë qirin. Pra ata janë qirin që do t'i vem në treg këto pallate mos qofshin kur, që kanë vrarë shqiptarët, kanë vrarë patriotët, e në këto pallate kanë qenë ignorantët, shqipfolësit, si për 46 vjet dhe 35 vjet. Më lumin e lumit që ka patur Shqipëria. Fjala ime e fundit është. Ejani 27, filin që ishë para jush, është si ju, si qini ju, jam me unë. Ejani pra, t'i fshim sytë 27, t'i lem lotët më janë, të dëgjojnë ekshtrat që Shqipëria, amaneti tyre që i kalen çdo shtëpi, u realizua. Ejani sa më parë, prisni biletat ku do që jeni, ndihmoni shqiptarë njëri tjetrin nëse nuk ka njeri për para, prijani biletën, sepse shqiptarët kanë shumë para këtu, janë biliona dollar të futur në përbunkere, kesh, shumë para janë blokuar, gati 6 bilioni janë blokuar në përbankat e botës, do t'jetë tuaja. Çdo pasuri që kanë patur, sidomos djali i Ramis Alis ka banka në Zvicër, do t'jetë tuaja. Gjithë parat që janë bërë, edhe ai zëvendës kryeministri që është në Zvicër, do t'i paguaj tëra parat e tij, do vi këtu në burg. Pra të dashur shqiptar, ju lutem shumë, me dorë në zemër, ejani, shikoni nënën tuaj, ejani motra apo vëlla, lejeni pas mos i kërkoni pasurisë do keni, ejani jepni dorën datën 27, ejani kërkoni falje vëlla me motër, nuk ka më afër më, ejani të rinj, kudo që jeni, ejani të zini punë në tokën e Shqipërisë, ejani do keni hotele, do keni vila, nuk do ketë absolutisht asnjë i huaj të ketë hotel o vilë. Do vinë kompanitë e mëdhaja, kemi bisuar për trenin e për çdo gjë, 15 vjet, mbas 15 vjet largoj, por aman do ketë urdhrat e shtetit. Spitalet dojnë gratis. Ejani të dashur shqiptar, në datën 27 dhe 28, dita e çlirimit të Shqipërisë që e kam fjalën që u bë para 100 vjetëve, jo ajo që e quajnë këta 29-ën, ajo s'është për shqiptarët, ajo është e serbëve, data 28 e lumës Skendosit, janë data e patriotëve e Ismail Qemalit, ajo datë do të festohet, ajo datë do bi Shqipërinë me kufi natyror. E njerë u them vëllezëve tim kosovar. U them e atyre që janë në qeveri, uleni zërin, uleni atë bishtin, që e keni gjitur përpjet, që llamatisi njëri me tjetrin, ini bërë tregtar, o jo me, bashkoni me njëri tjetrin, është nëna Shqipëri, është këtu, është Tirana që u ka coptuar. Natën e mirë të dashur bashkëdhetar shqiptar, miru pafshim, o më falit dashur shqiptar, që nuk u tregova një fotografi, tashi regjizori më ngriti, të lutem, këtë duhet ta dinë shqiptarët. Më falni se regjizori, të dashur shqiptar, ky i mezit quhet Montor Quku. Q-U-K-U. Ky zot një, pa dini mirë, me 1992. Ky ka qenë
ambasador në Bruxelles në kohën e Zogut. Kurse Enver Hoxha ka qenë në shkollë në Francë. Dhe Enver Hoxha kërkoi strehim dhe ky personi, pas largimit të Zogut, hyri komunizmi, ky ishte në Itali. Ka 2 hotele në Triest. Hotelet e djemve të Enverit. Ky zotnia, me 92-shin, Rami Salia dërgon 2 persone. Atos Nano edhe Berisha. Do të kështë thënë më parkët. Po me gjithate, këta që të 2 bashk, me 2 valigje të kuqe, arrin dhe ky zotnia që të ujte emisionin e tyre. Çfarë të bënë në Shqipëri? Sepse ky ka qenë kryesori i Enverit. E kam njohur personalisht. Unë që unë kam patur, e kam njohur personalisht. E kemi ndjekur gjithmonë. Sepse ka qenë baza në Triest, hoteli Triestës, që ishte i Shqipërisë, dhe është dhe sot dashur shqiptar. Pra, të 2 këta ishën bashkë, të 2 mirën dhe emision nga ky, dhe këta të 2 bashkë me Edi Ramën e shkatruan Shqipërinë nga themelit. Pra të dashur shqiptar, ta mbani mend këta, ne kemi shumë foto, po kjo është puna, a here, para se të them natën e mirë, edhe një herë u pres më datën 27, me qirin dorë që në mëngjes, tërë natën, ne do të gëdhim, do takojmë me njëri tjetrin, do të tregojmë njëri me tjetër falje, të bashkojmë, ku ne të dashur shqiptar jemi të bashkuar, a here ne, Shqipëria është, do tjetë palca e Shqipërisë në zemër e Evropës. Ne jemi në Evropë, Evropa do vi këtu, do pagoj para, do bëjë në turizm, se Shqipëria do bëhet një nga vendet e Zvicrës e turizmit. Natë e mirë, dashur shqiptar, miru pafshim nesër. Natë e mirë.